Pse disa njerëzve ju vonohet fejesa në përgjithësi me çka kanë parë unë, e kanë problemin këtu. Jo po kështu, jo po ashtu, është kënej, jo po është anej, jo po ka këtë, jo po s'ka atë, jo po u përshtatëm, u përpotëm, su përpuqëm, u puqën telat, në përgjithësi, çka kanë pa unë flas, ndoshta jam gabim. Një. E dyta, janë terezi vëlla. Jo duke sikur martesa, pse mi halleve. Shkon çuni, hap frigoriferi plot. Me hëngër me pi bamami, i ka tu gjitha. Shkon goca, mashallah, 28, 29 vjeç. Hap frigoriferin plot, mashallah, punë të bamami gjitha. Budallaqja është e më martu. Ja po burri, ja po hyne, ja po dole, ja po hajde, ja po hik. Kështu los shejtani. Nuk ka mirësi më të madhe dhe bekim më të madh për njeriu se sa martesa. Nuk ka bekim dhe mirësi më të madhe për njeriu se sa më u bë me fëmijë. Lumturia e kësaj bote, lulja e kësaj bote, bekimi i kësaj bote është me pas fëmijë. Pastaj jeta pse është e bukur, sepse duhet që njeriu të futet me të sprovat që ka jeta mrena. Ç'është kjo smunja e shekullit, smunja e rehatis, smunja e po ka çfarë kemi vëlla? Nuk thot asgjë. Po çfarë kemi motër? Pse ndoshta mund të ketë shembuj të këqij që ka gjuna shembull të keq që thot është kudo e zez, po kjo nuk është e vërtet. Nuk është e vërtet, vallahi bilaj nuk është e vërtet. Për Zotin. Nuk është e vërtet. Ata që akoma nuk janë martuar kanë humbur gjën më të shishme që ka jeta e kësaj bote. Pasha Allahun. Na bëjnë halal beqarët dhe beqarët, pa ata që nuk janë martu, e që nuk janë feju, e që nuk kanë bën nikah deri sot dhe kanë ardhur në mosh, pasha Allahun kanë humbur gjën më të shishme që ka jeta e kësaj bote. Për sa i përket kënaqësive dhe mirësive, kështu le të themi fiziologjike dhe fizike. Kështu që zini mend edhe mos boni shumë naze, se i thash dikujt i herë, thash sa vjeç je? Tha jam 30 e sa vjeç. Thash te ja kupton që mosha jote fiziologjike është edhe 5 vjet, 8 vjet, pastaj do të më çu për pjesë ndrimi. Deri kur mund bëj një vajzë për grua fëmijë. Le të themi 42, 43. Çfarë pret vëlla? Unë nuk e kuptoj për Zotin e madh. Ose kemi dalë ne jashtë mode, e që janë këto më të zgjut, ose jemi në rregull. Zoti thot martohuni, pejgamberi sa thot martohuni. Zoti thot martesa është mrekullia ime, shenja ime në tokë. Pejgamberi sa thot martohuni, shtohuni, se unë do të jem krenar me ju ditën e Kiametit. Shkojnë këto thonë jo, asnjë lloj argumenti nuk japin, pasha Allahun. Thjesht tallet shejtani me ta.